ekziston një farë pasiviteti i fëmijës kur është përballë ekranit ose përballë diçkaje që performon. Kur diçka performon para fëmijës, fëmia automatikisht e merr një farë roli pasiv për me pa, për me shiqu edhe për mos me ndërvepru ai. Teknologjia e pasivizon fëmijën në çdo formë. Të pas parasysh që po jetojmë në epokën e teknologjisë, tashmë është edhe një problem global ky. Sa mundet me ndiku teknologjia ose përdorimi i tepërt të telefonit tek sjellja dhe tek zhvillimi i gjuhës, që po e vazhdojmë me fitoren? Atëherë, teknologjia ndikon jashtëzakonisht shumë sa i përket vonisave gjuhësore. Do të thonë, njëra prej diagnozave më të shpeshta që neve po na rastis më së shpeshti me pa kohëve të fundit është vonisa gjuhësore si pasojë e ekspozimit në teknologji. Kur themi teknologji, nuk po flasim vetëm për telefonin, për tabletat, po flasim edhe për televizionin, për lojra digjitale, për mungesën e bashkëveprimit edhe mungesën e bashkëbisedimit që ndodh mes dy personave. Fëmijët po janë më shumë pasiv, fokusin e kanë kryesisht tek dëgjime edhe tek mungesa. Aty mungon edhe mungesa e bashkëveprimit, kështu që për këtë arsye fëmijët munden me pas pak më vështirë edhe e qartë. Po besoj që edhe Erza mundet me ndërlidh te kjo pjesë. Çka i rekomandon prindërve në këtë rast kur përdorimi i tepërt i ekranit bëhet nga fëmijët, po ashtu edhe nga vetë prindrit? Po. Unë shpesh e shpjegoj në qëtë formë edhe kur flas me prindrit në përditshmërinë tonë në klinike, po ekziston një farë pasiviteti i fëmijës kur është përballë ekranit ose përballë diçkaje që performon. Kur diçka performon para fëmijës, fëmia automatikisht e merr një farë roli pasiv për me pa, për me shiqu edhe për mos me ndërvepru ai. Kështu që aty është krejt logjika edhe ideja e asaj që fëmia nuk mundet me punu, nuk mundet me zhvillu aftësi, qofshin ato të motorikës, që ka njëherë duken me qenë shumë larg kur flasim për motorikën edhe kur flasim për gjuhën e komunikimit, mirë po ideja është funksionon një farë forme zinxhirore. Fëmia nuk mundet me performu vetë, nuk mundet me mësu kapjen, motorikën fine, grose, masanej në qatë formë nuk mundet me pas vëmendjen e qëndrueshme, nuk mundet me u vetërregullu, kemi shpërthime emocionale, edhe gjitha qëto nuk e shtrojnë një farë bazën, një farë fundamentit të fortë për me punu në gjuhë dhe në komunikim. Kështu që teknologjia e pasivizon fëmijën në çdo formë edhe masanej ndikon edhe në zhvillim të përgjithshëm patjetër. Po sa është e vështirë mandej me i rregullu një psikolog dhe një logoped gjitha këto çrregullime, po e themi kështu. Ose në rastet kur prindrit i sjellin me vonesë fëmijët, sa ka efekt terapia mandej? Okej, s'është problem. Mundem me vazhdu të thënë. Ne themi që terapia sa më herë që të filloj është aq më efikase.